Porti i Durrësit është një nga partnerët aktiv në projektin SA Connectivity, në kuadër të cilit u zhvillua së fundmi një takim pune për vlerësimin e thelluar të transportit multimodal të rrjeteve TEN-T në zonën e programit. Gjatë takimit, përfaqësues të partnerëve të projektit diskutuan mbigjetjet paraprake të analizës së lëvizshmërisë multimodale, e cila mbulon të gjitha format e lidhjes dhe transportit në nivel kombëtar dhe ndërrajonal. U theksua rëndësia analizës së rrjeteve TEN-T, duke pasur në fokus potencialin për zgjerim në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rolin kyç të Portit të Durrësit në këtë kontekst. Qëllimi kryesor i këtij projekti ka të bëjë me zhvillimin, përmirësimin dhe një sistemi lëvizshmërie të qëndrueshëm, rezistent ndaj ndryshimeve klimatike, inteligjent dhe intermodal, duke përfshirë nivelet kombëtare, rajonale dhe ato lokale. Synimi kryesor është krijimi i një infrastrukture të transportit që jo vetëm të përgjigjet nevojave të sotme, por edhe sfidave të së ardhmes, duke qenë në një harmoni të plotë me standardet dhe strategjitë europiane për një zhvillim të qëndrueshëm. Autoriteti Portual i Durrësit nëpërmjet këtij projekti do të plotësojë me module të reja sistemin e komunitetit portual ose ndryshe Port Community System, një sistem ky që është i pari në llojin e vet në Shqipëri, i nisur para 2 vitesh nga një projekt tjetër, por me bashkëfinancim nga Bashkimi Evropian. Ky sistem tashmë mund të quhet një sistem i domosdoshëm për portin më të rëndësishëm të vendit tonë, do të sjellë një rritje në efektivitetin dhe në eficiencën në shkëmbimin e të dhënave dhe në marrjen e informacionit midis gjithë pjesëmarrësve të komunitetit portual. Një nga aspektet më të rëndësishme të diskutimit ishte korridori 8, si një arterie strategjike për lëvizjen ndërkombëtare dhe bashkëpunimin rajonal. Pjesëmarrësit theksuan nevojën për rishikimin dhe përditësimin e tij në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, objektivat e marrëveshjes së Gjelbërt dhe prioritetet e makrorajonit Adriatik-Jon. Porti i Durrësit përmes përfaqësuesve të tij kontribuon në këtë proces me përvojën teknike dhe njohuritë operacionale në fushën e transportit dhe logjistikës, duke luajtur një rol të rëndësishëm në identifikimin e nevojave reale dhe mundësive për zhvillim të qëndrueshëm. Ky projekt synon të krijojë një bazë solide për politika të reja të transportit të gjelbër dhe të qëndrueshëm, që do të sjellin përfitime konkrete për qytetarët, institucionet publike dhe aktorët ekonomik në të gjithë zonën e programit.